qëndron pas përjashtimit të Kristit nga Big Brother VIP Albania. Përjashtimi i papritur i Kristit nga shtëpia e Big Brother VIP Albania ka tronditur banorët dhe publikun. Vendimi u komunikua përmes një zarfi të zi të lexuar nga Blikena, ku u njoftua përjashtimi i minjëhershëm dhe anulimi i televotimit në fuqi, por mënyra dhe koha e këtij vendimi kanë ngritur shumë pikpyetje. Fakti që televotimi u anulua papritur sugjeron se mund të ketë pasur një zhvillim të ri në orët e fundit. Në raste të ngjashme, përjashtimet e menjëhershme lidhen zakonisht me një shkelje të rëndë të rregullores, një situatë që cënon sigurinë e banorëve ose një vendim personal të konkurrentit për t'u larguar, që formalizohet si përjashtim nga produksioni. Anulimi i televotimit lë të kuptohet se diçka më urgjente ka ndodhur. Zarfi i zi zakonisht përdoret për komunikime të forta dhe vendime drastike. Kjo ka shtuar dyshimet se pas këtij vendimi mund të fshihet një situatë që publiku ende nuk e ka parë në transmetim. A kemi të bëjmë me një tjetër shkelje të rëndë? Përgjigjet priten të merren në spektaklin e së shtunës, ku me shumë gjas do të zbardhen detajet e plota të këtij përjashtimi që ka ndezur debat në rrjet. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.